Një moment historik për Hungarinë dhe politikën evropiane. Pas 16 vitesh në pushtet, kryeministri Viktor Orban ka pranuar humbjen në zgjedhjet parlamentare, duke i hapur rrugën një epoke të re politike në vend. Fitoria e thellë i takon liderit të opozitës Peter Magyar, i cili udhëhoqi partinë TISA drejt një rezultati të paprecedent. Partia e tij ka siguruar 137 vende në parlamentin prej 199 deputetësh, duke arritur një shumicë të cilësuar prej 2/3. Mbështetësit e Magyar dolën në rrugë me flamuj kombëtar dhe pishtar të ndezur, ndërsa vetë lideri opozitar u shfaq mes turmës, duke valvitur flamurin hungarez përpara se të mbante fjalimin e fitores mes fishekzjarrëve dhe brohoritjeve. Nga ana tjetër, Orban e pranoi publikisht rezultatin, duke e cilësuar atë të dhimbshëm, por të qartë. Ai uroi kundërshtarin për fitoren dhe falenderoi mbështetësit e tij për mobilizimin, duke theksuar se miliona qytetarë vazhdojnë ta mbështesin. Këto zgjedhje u karakterizuan nga një pjesëmarrje rekord, mbi 79%, duke reflektuar rëndësinë e tyre për të ardhmen e vendit. Shumë analistë i konsiderojnë ato si një pikë kthese për Hungarinë. Largimi i Orban nga pushteti pritet të ketë ndikim të madh jo vetëm brenda vendit, por edhe në arenën ndërkombëtare. Një ndryshim i kursit politik mund të përmirësojë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe të hap rrugën për zhbllokimin e fondeve të ngrira për Hungarinë. Po ashtu, pritet që Hungaria të ndryshojë qëndrimin e saj në raport me Ukrainën, duke mundësuar mbështetje financiare që më parë ishte bllokuar nga qeveria e Orban. Humbja e tij shihet gjithashtu si një goditje për aleatët e tij ndërkombëtar, përfshirë Rusinë dhe qarqe të djathta në perëndim.